Raporti autopsisë për dizajnerin e njohur Fetim Yusufi, i cili u gjet pa shenja jete me 9 maj në banesën e tij në rrugën Berner-Prishtinë, ka përfunduar. Lajmin e kanë konfirmuar zëvendës drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore IML, duke thënë se dokumenti tashmë është i gatshëm, por se nesër do t'i dorëzohet prokurorisë. Raporti i autopsisë për festimin ka përfunduar. Prokurorisë do t'i dorëzohet nesër, pastaj ata vazhdojnë me hetime, a shprehur ai. Ndërkohë prokuroria themeluar në Prishtinë ka nisur ditë me paratimet për këtë rast të rënd. Nga ana tjetër, bashkëshortja e Yusufit, Rina, e cila mbeti e plagosur nga therrja me thikë në të njëjtin incident, është intervistuar po ashtu ditë më parë nga organet e drejtësisë. Hetimet për vdekjen e Fetim Yusufit dhe plagosjen e bashkëshortes së tij janë ende në vazhdim, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje shtesë për shkaqet apo motivet e mundshme të kësaj tragjedie që ka tronditur opinionin publik.